Wakey, mirëmëngjes që të gjithëve, mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Ku jeni nga do që t'jeni mirëmëngjesi. Edhe gëzuar muajin Mars, gëzuar edhe ty Heidi Baci. Mirëmëngjes gjithëve, gëzuar. Erdhi Marsi më në fund. Shkëlqejnë syt si po natyrisht. Si lule molle, si lule kulle këto. Erdhi pranvera. Tani do të thotë që erdhi vera. Mbaroj vera. Po bien gjethet. Ti je kështu. Je pse je kështu in anticipo, gjithmonë domethënë një hap përpara, një hap. Jo, vetëm për sa i përket gjërave të mira, se për shembull kur ti je në verë nuk do ikë vera kurrë. Jo, do të vera e përjetshme. Po, pa diskutim. Po. Shumë mirë. Vjen dhe paqja së shpejti. Të gjitha. Do të mbaroj lufta. Po, ajo punë nuk e dihet, por kësaj here e kemi ngrënë. A thua? Absolutisht. Tani ne do bëjmë më të mirën. Do luftojmë në frontin radiofonik, se kjo është çfarë kam. Po, informacionet do ju japim, sigurisht. Ajo që kemi në dorë, ajo. Un po shëtisja, domethënë ishte ende herët edhe isha në Shkodër, të shtunën në mëngjes, dhe hyn në një librari, sepse ndodh që në qytete të tjera mund të jesh libra që janë zhdukur nga qarkullimi në Tiranë. Do jenë pak më vështirë, po atje mund të ketë mbetur në ndonjë kopje, edhe në fakt e gjeta. Po kërkoja Shqipëria e për me e di Durham, që kisha kërkuar këtu në shumë librari para një viti, ndoshta është ribotuar tani dhe ka dalë, por se gjeja dot, edhe çuni donte ta, dhe thash, një sekond, do pyes të zotrin. Edhe është një librari atje, ai ishte duke u marrë çik me telefonin, zotri. Kur më thot, ore plasi lufta. Po. Është ora 9 e mëngjesit domethënë, 9:05 e mëngjesit, po pinte kafën. Çfarë bëhet? Nuk dëgjoj tash në hotel isha. Edhe po tha plasi lufta, edhe më tregoi pasaj për hapa telefonin tim për të parë, hapa te topi, pashë. Unë e di që mund të duket komedi kjo tani ose sikur është e stisur, por unë isha në video call me një çift miq që do iknin në fakt nga që kishin atë përvjetorin 2 vite edhe kishin marrë leje nga puna. Ajo java 10 ditë jo dhe aq shumë për të ikur në Maldive në fakt dhe ishte skalo. Iku mbaroi Maldivja, nuk shkoi dot apo jo? Jo, nuk shkoi dot. Dëgjova këtë. Edhe unë që i pata thënë, shikoni me këto pak ditë që keni, faktikisht iknin direkt. Shkonin në Ksamil. Po kjo tha unë nuk kam qenë ndonjëherë, në fakt shumë bukur se kush e mendonte që do plaste lufta me vërtet. Por që atë që më thanë, unë kisha video të live të gjithave pamjet. Ti vin ty se ti ke kështu agjendet e tu që ti çojnë. Po kam kisha pamjet live të gjitha. Ku gjetë ti pamjet live të? Po, se i kisha me webcam dhe ato kishin dalë për darkë atë. Edhe në fakt më tha ka pas misili gjatë ditës, po vetëm në darkë i pan. Edhe ishin gjithë njerëzit që hikshin nga lokalet, 2 ungereze që i ndaluan, i thanë "Are you afraid?" I dëgjojon nga telefoni. Edhe kanë qëndruar të gjithë në plazh. Po më thua. Po. Ishin në Dubai, pra, Se më shpëtoi kjo. Edhe kanë qenë pra këto 2 miq që do ikën. Ta ishin në mes të rrugës për në Maldive. Se shkohet në Dubai, pastaj shkohet në Po, edhe ato menduan të qëndronin 2 ditë. E kuptova. Tani më erdhi mua se përdori italishtën ti atje dhe më shpëtoi. Po pra, sepse un kam një mikesh tonën që merret me udhëtime, që pret bileta çon njerëz për ka agjenci, domethënë, dhe atë po na thoshte që çdo gjë tani ska, domethënë janë gjithë prenotime që janë bërë njerëzit që ishin nisur për Dubai vet, për Maldive më tej, po Dubai është si qendra ku ndalohet për të shkuar diku tjetër. Atyre i ka ikur komplet. I ka ikë zari. I ka ikë zari. Po. E mendonin veten në një situatë tjetër këto ditë, por që ai se pak më vonë do flasim më shumë. Po. Por ju premtojmë se është në natyrën e këtij programi që ne merremi me gjërat e bukura. Po. Shikojmë anën pozitive të jetës. Se do zgjohemi. Do gjejmë një objektiv për të jetuar ditën. Kështu që do përpiqemi edhe sot. U rikthyem në emisionin më Allegro. Mirëmëngjesi. Ora 7:08 minuta. Mirëmëngjes gjithëve. Dhe do të bëjmë pyetjen e ditës. Okej. Ç'mendoni për sulmin kundër regjimit në Iran? Si mund të mos të ishte kjo pyetja sot? Çfarë mendon ti Blendi? Çfarë mendoj unë? Mendoj që është një situatë shumë delikate botërore, shumë serioze gjithashtu. Ato lajmet e fundit tregojnë që ka pasur edhe disa shkëmbime predhash kësaj radhe nga Irani, ka gjuajtur në të gjithë lindjen e mesme. Kjo është shqetësuese sepse duket sikur po përfshihet i gjithë
rajoni atje. Po, pash edhe Kuwaitin. Po, tre ushtarë amerikanë janë vrarë në Kuwait, në njërin nga bazat amerikane, është konfirmuar që kanë qenë trupa toksore amerikane në një bazë mbështetëse atje. 9 civil janë vrarë në një qytet 20 kilometra në perëndim të Jeruzalemit, pra civil izraelit. Disa nga predhat kanë rënë, pra 3 jetë amerikane, 9 jetë izraelite kanë shkuar tani. Nga ana e Iranit ata akuzojnë, është e paverifikueshme se s'ka gazetar të huaj që janë në Iran, që është goditur një shkollë me 180 fëmijë për shembull që kanë humbur jetën. Dhe janë civilët që vuajnë gjithmonë, është sepse merren nga cila të duash. Janë civilët ata që psojnë, janë jetët që shkatrohen, cilat nuk mund të rikthehen, fëmijët që humbasin, familjet që plagosen në këtë mënyrë. Tani është Trumpi në një anë, Netanyahu në anën tjetër, mullate e Iranit, një regjim 47 vjeçar që nuk ka asnjë fjalë të mirë për të thënë për mënyrën se si ka trajtuar i pam janar kur kishin protestat, se çau bën mira, në mos 10 mira vet humbën jetën në protestat në Iran, edhe ata kanë 47 vjet që pretendojnë, shpresojnë që të shpëtojnë nga ky lloj regjimi që ata kanë atje, kështu që nuk ka shumë Shiko, unë mendoj që ndonjëherë shiko, kjo gjë e regjimit që duan t'i lirojnë, nuk mendoj që Amerika me Izraelin ka ndonjë interes. Nafta është. Unë mendoj që baza aty është nafta. Se doja t'i rikujtoja dëgjuesve një informacion që unë nuk dija, me thënë drejtë, që unë e dija që një përqindje e madhe e naftës kalonte nga ngushtica e Hormuzit. Po, të Iranit, por është 1/5 botërore. Që me fjalë të lehta do të thotë që nëse Irani zgjohet edhe mbyll kanalin. E ka mbyllur kanalin. Nuk besoj. Po, kanali është i mbyllur që të shtunën në mëngjes. Jo. Është edhe tani, shiko, nëse nuk e hap kanalin, eksakt. Do të thotë që kriza do jetë e përshkallëzuar, do jetë e tmerrshme, jo për Evropën, po për të gjithë botën. Tani, kjo është situata, domethënë, 25% e naftës botërore. Jo vetëm ajo që kalon në kanalin e Hormuzit, aty në ngushticën e Hormuzit, por Irani është gjithashtu një vend naft prodhues. Se ti e di gjithë fati i keq i Iranit që nga koha kur hoqën kryeministrin që kishin vendosën shaun, pastaj hodhën shaun, edhe është e gjitha për naftën që ka në tokë. Kështu që mendoj ndonjëherë Amerika duhet të jetë tolerante me regjimet e shteteve të huaja dhe të rri aty ku është. Ndonjëherë 97% shiko, 97% e naftës iraniane shkonte në Kinë deri para. Okej, imagjino me u fut Kina në këtë. Është furnizuesi i Kinës me naftë, dhe goditet janë, po sepse ndodhi Venezuela, që është gjithashtu një vend naftë mbaj. Domethënë nafta është faktor që ti e gjen në të dyja këto, pavarësisht që mund të ketë edhe arsye të tjera, kërcënimi bërtamore, këto gjërat e tjera që janë folur atje, por nafta është elementi që i përbashkon. Kishte marrëdhënie të mira me Kinën, Venezuela, dhe çonte naftë në Kinë, dhe këta i thanë, jo, hemisfera perëndimore na përket ne, nuk mund bëni ju. Kina e toleroi. Tani prap Kina është objekt, sepse siç të thash, 97% e naftës iraniane shkon edhe blen Kina, që flitet për miliona fuçi nafte në ditë që po mungojnë Kinës tani. Nëse ndodhin këto reprezalje, fillojnë të vriten ushtarët amerikanë atje. Unë mendoj që është shumë rrezikshme. Nuk e kuptoj si nuk po e shohim ne, nuk e shohin ata. Pse duhet të ndalojnë absolutisht? Se Kina po vendosi me u fut në këtë konflikt, aty është problem shumë i madh. Aty pastaj është në nivel botror, mendoj unë, Blendi. Që tani është në nivel botror. Jo, në nivel botror tamam që nuk kem inflacioni. Prandaj duhen ato. Shiko, sot pritet kur të hapen tregjet e naftës, do të shohim çfarë ndodh. Dje doli OPEC-u që tha që do të shtoj prodhimin e naftës sepse ka filluar rritja e çmimit. Ka filluar rritja, që se mban dot, por ka filluar rritja e çmimit, dhe këtu del edhe një herë në pa që jo vetëm është mirë për ambientin kur ti ke këtë green energy, por ose kontinenti që rrezikon më pak, jo se rrezikon goxha, por rrezikon më pak është Evropa, që ka më shumë mbështetje tek energjia diellore, tek këto pjesët e është papërfillshme. Gjithsesi. Ishin shifra, unë dje u informova, ishin shifra. Blendi. Ne tregoj ato shifrat kur të kthehemi. Nxjerr shifrat. Do t'i nxjerr shifrat tash. Ishin shifra që ai kanali më realisht thonte madje nuk është mbyllur, thonte nëpër gazeta. Por me u mbyll ti ke jo 5 fish, po 20 fish, çmime më të larta në çdo gjë. Një krizë ekonomike e pa parë ndonjëherë në histori. Ke pasur ka bëjt naftë, është rrit këtu.
Se këta nuk lejnë asnjë gjë që të bjerë në tokë. Është rrit nafta në Tiranë. Imagjino. Po. Shumë mirë. Okej, kështu që kur të kthehemi, ja ku e ke lajmin me qira fjala se un vi përgatitur. Po dal ta nxjerr tani se është një kështu, se po bëja një kërkim në Google, Iran closes, edhe dalin këto. Oil prices spike after reports Iran has closed the Strait of Hormuz. S'po më hapet njëra faqe që kam këtu, po ja. Nice, okay. Do bëjmë këngën e ditës. Po, patjetër. Se është këngë e bukur. Dhe kur të kthehemi do vazhdojmë të flasim pak për këtë. Ç'mendoni juve? Kjo është pyetja për na shkruani, do të shfaqen komentet tuaja edhe në ekranin e Top Channel. Pra pyetja është ç'mendoni për sulmin kundër regjimit në Iran? Ne jemi gati për në 1999 vdes Dusty Springfield. Ishte një këngëtare shumë interesante, ka një këngë që është ikonike. Kush ka parë filma mund të ketë qelluar ta shohë ta dëgjojë këtë këngë nëpër filma, është përdorur. Quhet Son of a Preacher Man, është si më thën shkurt djali pastorit. Kësaj i ngeli syrit e djali pastorit. Data 2 mars, ndërkohë ora shënon 7:22 minuta dhe sipas Meteoalb, prej disa ditësh vendi ynë ndodhet në mbizotrimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke bërë që edhe sot orët e paradites të kenë intervale të gjata me diell. Pjesa e dytë e ditës parashikohet që të sjellë në të gjithë territorin e vendit kalime vranësirash, por mundësia për eshje në territor është 0. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të vijojnë të qëndrojnë në mesditë duke u lohatur nga 1 gradë Celsius në Elzek deri në 20 gradë Celsius në Fier dhe në Elbasan. Era do të frymë mesatare për gjatë gjithë ditës, duke arritur shpejtësi me mbi 30 km/h nga drejtimi jug-perëndimore. Përpasoj, në brigjet detare do të krijohet një dallgëzim deri në 2 ball, ndërkohë në Prishtinë 3 dhe 15 gradë Celsius, 6 dhe 16 gradë Celsius janë temperaturat në Podgoricë, 3 deri në 17 në Athinë dhe 3 deri në 16 gradë Celsius do të jenë në Shkup të Maqedonisë për ditën e sot me kaq për motin. Faleminderit Blendi. Të lutem, s'ka përse. Pyetja e pamundur. Pyetje e pamundur. Në Wake Up. Çuditërisht, ky rritet çdo vit nga pak. Dhe jo, nuk është çmimi i naftës. Ja, s'më shkon mendja te çmimi i naftës. Se ai rritet shumë, do të rritet shumë çdo muaj. 10.000 lekë do t'i hudh. Dia të di. Është bukur. Po gjithsesi bicikleta është Po, bicikleta është pa naftë. Është shumë e mirë. Po, mua më duhet vetëm pak kështu për pasru zinxhirin, pak çaj hedhin ata, që vaj kështu. Pajisje. Aq. Çik në vit, kaq në vit domethënë. Kaq pak. 2.000 euro. E ma vazhdi. E bëjmë vaj ullini. Aq do të shkoj. Vaj ullini mi. Unë duhet një lubrifikant, për lubrifikant dhe dua unë atë. Po, se mund mendosh për këto, për shembull, këto bioenergjit që janë kështu nga perimet, nga ku diun, nga hidrogeno, si është hidrogjeni. Jo, po flas për këto që është kjo nafta që bëhet nga vegetale, domethënë bajrat vegetale, këto gjërat. E mirë, e di ti beson vetëm te nafta, ti do naftë kështu. Po, djeg. Ti do të lyesh në naftë, kuptoj. Po, që ato që shpërthejnë nga puset të zeza. Çka ke qenë kështu? Se di sa i ke pas mustaqe, këtu që shijon nafta shumë. Po. Edhe hidrogjeni është një alternativë mirë. E di, po s'është akoma s'është përkryer ajo gjë me hidrogjen. Është, thonë. Kush ai bum, e kupton se është. E di. Po tani. My heart goes boom 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 boom. Nice. Si po e përjeton ti këtë? Lexuam disa nga komentet që na kishin dërguar njerëzit. Kanë dërguar. Lexoje ndonjë. Tek faqja e Topit kanë lënë mbi 400 komente, të paktën. Lexoj diçka, pra. Jo luftë ignorant. Thotë, jo luftë ignorant, robt shteti. Blendi. 400 komente ti atë të lexoj. Ai doli, janë tjerë janë shumë gjatë. Pasi po bën në pyetje. Një sekond, lexoj një herë para me mendje. S'kam mendje për këtë. Jo, sigurisht. Shikoj njerëzit, komentet janë shumë shpesh kështu, shqipja shkoi të vdes në komentet e Facebookut. Ti duhet ta dish këtë gjë. Po, e di, më ndoshta lexoje shpejt para, e kupton? Ti pasi po bën pyetje, 2 pika. Pse pra nuk i ra Rusis apo Izraelit që e kanë bërë dhe po bëjnë gjenocid me popujt e pafajshëm?
Kjo është sa mendojnë njerëzit. Rov Sali Berisha, Tropoja kryeqytet. Adriani shkruan këtë, Shefqeti shkruan atë tjetrën. Ndoshta nuk i pëlqen përgjigja. Ma mirë vonë se kurrë. Ikni dhe pyesni plakat e Katundit për këtë thënie. Thot Leshi. Bardok Leshi. Roft Amerika, roft presidenti Donald Trump, një diktator më pak. Populli i Iranit ka shacet të shijoj lirin pa dhe demokracinë pa. Është Naimi që na shkruan këtë. Dikush ka vënë flamuj izraelit, amerikan, shqiptar dhe kosovar. Dikush tjetër ka vënë 3 bomba, janë këto 3 mund të, ja, 3 bomba të shkon të zeza të janë 3 bombat. God bless USA and Israel. Luftrat janë shkatruese. Lut të madhin Zot që të bëjnë paqe sa më parë dhe Zoti i dënoft ata që janë fajtor. Nuk shtyhet fare, askush nuk po na sulmon ne thotë besniku. E ç'të mendosh për këtë sulm? Para e punës, ne shqiptarët kemi shumë qejf të bëjmë servilizma dhe të themi që jemi pro-amerikan në çdo lëvizje që kryen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht pasojave që mund të ndodhin, është mesazhi që ka çuar Albani etj. Po keni mund të lexoni atje për shef sa duash, domethënë. Po, e kuptoj. Shplot. Kështu. Okej, duhet vazhdojmë programin normalisht edhe për ditën e sotme, edhe pse ka lufte. Kooperativa, asociimi në vend numëro. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Unë shpresoj që kjo të mbarojë në pak ditë. Edhe unë. Po do Zoti nuk përshkallëzon se me përshkallëzu është shumë e rëndë. Pakistani është atje, domethënë janë goditur vendet e gjirit. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë thënë që në rast se do të goditemi sërish nga Irani, ne do të futemi në luftë. Domethënë me fjalë të tjera, por thanë ne ruajmë të drejtën që të kundërpërgjigjemi. Është shumë e rëndë. Edhe ata kanë, po ishte princi kurorës atë që ka bërë këtë deklaratë ndje. Kështu që Emiratet thonë më ngjujt edhe një herë se ishte kjo çështje e Dubait e këto. Ne do kthejmë përgjigje, nuk do rrim kështu bëjmë se Jo, Irani ka shumë seriozisht. Kështu që mund të tërhiqen dhe kjo është një shpresë mendoj e Iranit që ti tërheqi vendet e gjirit në luftë atje dhe të shikojmë ç'a ndodh. Se di tani se çfarë llogarish kanë bërë këta të dy që nisën, Trumpi dhe Netanyahu, sepse janë të mençëm shumë. Të dy, sidomos Trumpi. Është po. Shumë mençëm. Shko tani për të luajtur lojën e re, mirëmëngjes që të gjithëve, është një numër, Heidi do ju ndihmoj pak që ta gjeni se cili është ky numër. Dhe, okay, me sigla me gjëra. Kemi siglën. Po, super. Të lutem. Jemi të organizuar kështu. Super të organizuar. Numri sot është nga 10-a tek 20-a. Kaq e thjesht. Një numër nga 10-a dhe 20-a dërgojeni tani në 0692070283 me WhatsApp në mesazhet e WhatsAppit. Pastaj njëri prej jush do të jetë në telefon me ne, do t'ju telefonojmë ne juve dhe do të keni mundësinë që të fitoni një kupon për 100 eurosh nga Optika shqiptaro-gjermane sot në mëngjes. Syze, do t'ju duhen një palë syze, se do jetë verë nxehtë, do jetë caliente, muy caliente. Po, do ketë hyje shumë. Que hace mucho calor, mi amor, y te sirven sas. Wow. E din spanjisht? E di çik, i çik e di po. Çike. Nuk e bilin çike, e din. Hola chica, hola linda, hola hermosa. Okej, mirë. Vazhdojmë. Po. No, seguimos a hablar. Seguimos a hablar en español. Abbiamo una poesia, un maximum di italiano. Kemi një poezi që Heidi ka shkruar me shumë dashuri. Mund ta thuash më shumë se ku ka qenë kur e ke shkruar këtë poezinë? Shiko, e kam shkruar me datë 1 mars, në fakt. Edhe ishte ajo gjëja që ka diell, edhe ishte ai momenti. Vjet apo dje? Me 1 mars. Dje pra. Dje, shumë e freskët, është super e freskët. Edhe është pikërisht ai mendimi i ato gjërave të mesme, momenteve në mes që ti nuk e din, por e ke atë ndjesinë e bukur e gjërave që do të vinë. Shumë bukur. Por që akoma je i ngrirë, po ikën nga, po shkrin dimri, edhe në të gjitha format. Është kjo gjendje e midisshme, pra. Po, në të gjitha format, po e bukur, e kupton, me një ndjesi që ti e ndjen që. E dëgjojmë njërë në origjinale pastaj për kthimin? Pa diskutim. Okej. Gjendje ju lutem nga regjia. Faleminderit. Ai kishte gjendjen gati. Për ty e ka gjithmonë gjendjen gati. Marzo. Mi piace il tè caldo. Riempie i tempi vuoti, i momenti incerti. Né belli né brutti, vuoti. Come le prudenti vie di mezzo. Come il vento tiepido che passa senza chiedere. Come il sole all'alba
ancora freddo, timido. Come il giovedì, come un 6:30, come mezzodì, oppure come marzo, che scioglie l'inverno ma non osa ancora fiorire. E la mia tazza tra le mani profuma e scalda, come una dolce promessa, ma che non oso ancora dire. Që në Shqip do të bënte kështu. Mars. Më pëlqen çaji i ngrohtë. Ai mbush kohën e zbrazur. Çastet që nuk dinë se ku përkasin. As të bukura, as të trishta. Thjesht bosh. Si rrugët e mesme që anojnë nga kujdesi. Si rrugët e mesme që anojnë nga kujdesi. Si era e vakët, që kalon lehtë pa trokitur. Si dielli në agim, ende i ftohtë e pak i turpshëm. Si e enjtja, si ora 6:30, si mesdita, ose si marsi, që shkrin dimrin, por ende nuk merr guximin të çel. Filxhani në duart e mia nxjerr aromë dhe ngroh, si një premtim i ëmbël që më rri në buzë, por nuk e shqiptoj dot. Heidi Banci. Faleminderit. Po të lutem. Okej, pas sa që ishin dërguar numrin 7 nga 10-ta dhe 20-ta, 7 është dikush. sepse ndoshta di diçka që ne se di. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kush je? Unë Ndriti. Driti apo i Ndriti? Tamam, e Ndrit. E Ndrit, ta gëzosh e Ndrit. Ta gëzosh. Ate, i dashur e Ndrit, na trego pak për veten. Të njohim pak. Unë jetoj në rritë Tiranë, po momenti po ikim punën me kolegun tim këtu më këtu. Shumë mirë, ç'a punë boni ju? Unë po momentin, si më thënë, shpëndaj furnizojmë bizneset me gaz. Me gaz. Po. Me gaz natyral. Me gaz natyral. Shumë mirë. Do të thotë që makina pini cigare në makinë ju? Ja, nuk lejo. Po pra. Se unë shoh ca e Ndriti, ja pra, ju s'u lejojnë atje, se shoh ca nëpër karburante që janë të mush makinat me cigare nes, domethënë. Janë njerëz të tjerë të mençëm. Janë shumë të ato. Jetojnë rrezikshëm si beberexhat e këmbë. Siguria duhet të jetë maksimale në këto lloj pikash, domethënë. Po pra, eksakt. Kujdes shumë domethënë se mojnë qafë dhe veten dhe banorët se ti pak a shumë e di si janë karburantët nëpër qendrat banore. Po, jo, e kam parasysh, patjetër, sigurisht. Shumë mirë, po vjen mirë që ju jeni të ndërgjegjësuar, kështu që dhe gazi natyral është i sigurt në duart tuaj atje, pa shkrepse, pa çakmak, makinë, pa asgjë. Atëherë, një pyetje për juve. Një pyetje për juve që të fitoni një kupon 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane për një palë syze të mira. Dhe mos u nxitoni. Po. Po, faleminderit. Si quhet paraja ruse? Rubla. Bravo. Eksakt. Eca ty. Faleminderit. E Ndriti, e ke kap, okej. Në rregull. Shumë mirë, respektet e ty, faleminderit shumë. Pëlqen çuan punojnë që mëngjes. Punojnë, din gjëra pa diskutim, të ndërgjegjshëm. Gjithë të mirat. Ditë të mbar. Edhe jo marrpasi. Mirupafshim. Shumë mirë, ja kaq ishte. E fituan atë. Do të bëjmë rekrutimin shumë shpejt, do bëjmë këngën e dekadës. Do t'ju them që tani se do të bëjmë një lidhje me Dubain pak më vonë. E nuk e di se sa kohë do të kemi për ta zhvilluar lojën më vonë, se s'mund t'i bëjmë të gjitha. Po. Por do provojmë, do tentojmë. Do tentojmë. Pra, shtrak shtruk rekrutimi. Yes. Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk. Shtruk në Wake Up. Tiririm. Halla e shtrak shtruk Gjildën në të dyja faqet. Kemi nevojë për thënë gjë tjetër. Pra, shkruani aty që ju vjen më një herë në mendje, sepse ajo është në të dyja faqet. E mirë. Hallat janë kështu janë. Lezeshme hallat. Unë i du shumë hallat e mia. Shtrak shtrugin ato shumë. Shtrak shtrugin. Okej, jo, asgjë. Çka kemi për këngë dekade? Do të bëjmë edhe këngën e dekadës tani. Kemi të ndryshme, Ain't No Sunshine nga e filluam me Walking on Sunshine. Po. Tani jemi 2 këngë me Sunshine sot. Po. Ky s'ka tash. Tashi Ain't No Sunshine when Ain't you No go. Sunshine njerëz. Pak Bill Withers duhet për mëngjes, sepse Bill Withers është burr i mirë. Mbi të gjitha, ka qenë domethënë.
plus këngëtar ka atë këngën ka një këngë ku duhet mbashin notë edhe quhet kështu Happy day it's gonna be a happy duhet mbash happy day. Po shumë ka shumë e mban notën pafundësisht, është si test sa fort e ke më shkrit kjo Bill Withers. Po kjo s'është këngë, kjo është këngë më kollaj për të kënduar edhe më e pëlqyer kam përshtypjen në Shqipëri se e vdesin për këto këngët kështu me ikje, me braktisje. Me dramë. Do vuajmë tani. Do vujmë çik. Okay, mirë. Nuk ka diell kur ajo është larguar, është titulli i kësaj këngë nga zoti Bill Withers, është kënga e dekadës së viteve 70 që përfaqësohet sot. Kënga është publikimi i vitit 1971, me qira fjala. Kemi një moment. Se e pashit e çati i grupit ton të punës atje. Kjo videoja e Jim Carreyt bëri namin. Tani më thuaj ti mua. Oren atëherë, të lutem, sepse disi po dal nga ato njerëzit konspirativ. O zemra, është ai. Tash nuk është ai. Po është i bërë më ti është bërë. Po Jim Carrey ti e ke ndjekur? Unë kam ndjek Jim Carrey koma. Ty të duket tipi që të duket tipi që shkon bëhet edhe flet mirë për këto eventet edhe ka sy të jeshil kur i ka pas gjithë jetën kaf. Come on, tani unë e kuptoj të gjitha, por të lutem. Më fal, cila është teoria jote? Jo, unë nuk kam asnjë teori, se nuk dua të dalë si ato të çmendurit që i kam urryer gjithë jetën. S'ka problem. Por nuk Ti mendon që e kanë zvendësuar Jim Carrey? Apo ky është një ato ditët ku teoritë konspirative ishin teori konspirative dhe unë tallja me ta. Nuk është më kështu, ka ndryshuar, kanë dalë të vërteta. Tani për ata që e ndjekin në radio, është një foto, një portret i Jim Carrey në 2006 dhe një në 2026. Ka dalë një video ku duket sikur Jim Carrey nuk është Jim Carrey. Ka bërë ndërhyrje kirurgjikale për të rinuar. Blendi, nuk është çështje, me thënë të drejtën shkon përtej faktorit estetik. Shkon tek pjesa e karakterit, nuk ndryshon karakteri. Tash ti kishe një Jim Carrey që vetëm shante Hollywoodin. Okej, vetëm kush e di ka zënë të dashur. Vetëm godiste. Ka zënë të dashur në Ghost të re, më dëgjoj mua. Ka zënë të dashur në Ghost të re. Dhe tani ka dalë. I ka prish menin ajo. Po. Me sy jeshil, ora si s'na ndryshon dhe ne këto sy nuk na bën blu. Po ka sy se po e afroj, bëra zoom këtu po na del nga televizori, urdhë. Me këtë foto që ke parë sot, që e kam vënë sot, ma hapi çik videon. Nuk ka shanse, daj, komon, tash mos jemi, mos. Dëgjojmë. S'ka problem, nuk ka problem. Është, shiko, ky ka luajtur edhe Truman Show. Kështu që mund të jetë të gjitha një. Kush e di? Nuk ka, ky nuk është Jim Carrey. Flash në Top Albania Radio. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka pezulluar të gjitha fluturimet drejt Tel Avivit dhe Dubait. Shkak është bërë situata e tensionuar në lindjen e mesme që ka çuar edhe në mbylljen e hapësirave ajrore. Sipas një deklarate zyrtare, fluturimet do të jenë të pezulluara deri në një njoftim të dytë. Sot dita e tretë e konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit, ushtria izraelite ka lëshuar një urdhër evakuimi në Liban. Një zëdhënës tha, kushdo që ndodhet pranë objekteve të Hezbollahut po e vë jetën e tij në rrezik. Në Liban raportohen 31 viktima dhe 149 të plagosur. Ndërkohë, presidenti amerikan Trump ka sugjeruar që pas vdekjes së Ayatollah Ali Khameneit, Irani mund të veprojë si Venezuela, ku vetëm udhëheqësi Nicolas Maduro u arrestua dhe u rrëzua në sulmin ushtarak amerikan, ndërsa pjesa e madhe dhe pjesa tjetër e qeverisë mbeti në vend gati për bashkëpunim pragmatik me Washingtonin. Izraeli dhe Hezbollahu shkëmbyen zjarr teksa konflikti me Iranin zgjerohet. Sulme raportohen edhe në Bahrein, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar e Jordani. Izraeli paralajmëroi intensifikim të sulmeve ndaj Iranit, ndërsa presidenti Trump tha se operacioni ushtarak i Shteteve të Bashkuara mund të zgjasë për javë të tëra, ndërkaq anijet mbeten të bllokuara në ngushticën e Hormuzit. Top Albania Radio. U shua në moshën 79 vjeçare aktori vlonjati i humorit Mane Lumani, i njohur si njëri nga 4 parodistët legjendar të Vlorës. Lumani la gjurmë të pashlyeshme në botën e humorit dhe të skenës shqiptare. Mane Lumani së bashku me Agron Hoxhën, Afrim Agallin dhe Muhamet Likën krijuan një stil të veçantë të humorit që u bë ikonë e artit shqiptar. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Mirëmëngjes edhe një herë, ora 8:09, mirë se rikthehet në Wake Up. Sot
do të flasim për disa probleme që kemi në lidhje me rrugët, harta e dëmtimeve zgjeruar në Shqipëri, flasim për rrëshqitje dheu, asfalti që çahet, rrugë të bllokuara, kemi shumë shembuj si aksi Librasht Prenjas që tashmë u bë shumë kohë. Legjend. Që po është bërë legjend që lidh juglindjen me Tiranën, por kemi edhe dëmtime në aksin me Malia Gjirokastër, Dardh, Bobështic e kështu me radhë. Të flasim tani për këtë temë me gjeologun Klodian Skrame që është në lidhje me ne. Pa, kemi në lidhje WhatsAppi. Ja, ku është mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si jeni? Mirë, faleminderit. Të shkon terreni, Klodi, të shkon terreni. Ndjes që nuk jam fizikisht atje, por jo, s'ka problem fare. Si dihet kemi aktivitete në terren, kështu që. Patjetër. Ti ke qenë dhe herë tjera për të folur për problemet rrugore që ndodhin në Shqipëri, për pyetja ime sot tani për të thyer akullin është: kemi dëmtime në strukturat e reja apo dhe ato që janë më të vjetra para viteve 80? Jo, kemi, domethënë këto fenomene që janë fenomene të rrëshqitjeve ose të lëvizjeve shpatore, janë fenomene të cilat ndodhin në të gjitha akset rrugore. Pra, është një fenomen i shtuar në objektet ekzistuese, por dhe në akset e reja rrugore që po hapen. Pra, nuk është diçka e re, ne kemi të paktën 3 muaj që edhe bashkë me ju, bashkë me Blendin aty kemi cekur disa herë këtë fenomen, i cili hyn tek ato që quhen rrisjet hidrogjologjike, pra rrëshqitjet bashkë me përmbytjet janë fenomene që kategorizohen në një lloj rrisku gjeologjik, dhe është një fenomen që e hasim pothuajse çdo vit e kemi vënë re, sidomos në periudhat që kemi dhe reshje intensive, janë fenomene të cilat janë të shtuara. Pastaj në këto dimensione, patjetër, ndoshta në akset rrugore të reja janë shfaqur në dimensione më të mëdha, por si problematik, pra si fenomen është pothuajse në të gjitha akset rrugore në Shqipëri dhe jo vetëm në akset rrugore dhe në zona urbane dhe jo urbane. Pra dhe brenda qyteteve kemi vënë re që ka zona tashmë të njohura prej vitesh të cilat kanë këtë fenomen. Po, zoti Skrame, ti çfarë mendon se ndikon realisht në këto dëmtime? Se dim që edhe dëmtimi në zonën e rrugës juglindore ka prekur edhe segmentin e ri të korridorit 8. Çfarë ndodh? Sepse disa thonë janë probleme klimaterike, disa thonë janë gjëra që ndodhin në gjitha shtetet, rrugët prishen dhe ka rrëshqitje, domethënë çfarë ndikon realisht? Tani, rastet janë të ndryshme, pra po të marrim kemi lloje të ndryshme rrëshqitjesh dhe për shkaqe të ndryshme. Pra, problemi kush është? Me siguri natyra ka një ekuilibër të tij. Pra, kush del bën hiking apo climbing nëpër male, shikon që ne kemi këto format malore apo dhe kodrinore, të cilat ndodhen në gjendje ekuilibri, pra ndër mijëra apo miliona vite ka padur fenomene rrëshqitjesh dhe tashmë janë në moment pra në një formë le të themi ekuilibri. Në momentin që ne i qasemi tyre, qoftë për ndërtuar një aks rrugor, qoftë për të ndërtuar objekte të reja inxhinierike apo dhe tunele, apo dhe ura, pra vepra inxhinierike, automatikisht ne shkojmë dhe ndikojmë, duam apo nuk duam, ne do ndikojmë te ky ekuilibër. Dhe ajo që është e rëndësishme është mënyra se si ne duhet të ndikojmë te ky ekuilibër, pra mënyra se si ne i qasemi natyrës dhe në këtë rast shpateve, qofshin ato kodrinore apo malore, duhet jetë diçka e përcaktuar dhe kemi thënë tashmë prej shumë kohësh, duhet jetë përcaktuar me ligj. Pra teknikisht dhe shkencërisht ka metoda të ndryshme të cilat ne duhet të aplikojmë në varësi të formacioneve gjeologjike të ndryshme, pra ndryshe është nëse kemi një shkëm, ndryshe është nëse kemi dhera, ndryshe është nëse kemi argjil, dhe nga ana tjetër ndërtimi i veprave inxhinierike duhet bëhet konform dhe strukturës gjeologjike që kanë akse të ndryshme apo zona të ndryshme që ne po zhvillojmë. Pra, ajo që është e rëndësishme të kuptohet është që nuk është një gjë e re, pra kjo shkencë që quhet dhe kjo gjeologjia inxhinierike aplikuar në ndërtim dhe planifikim urban, është një sektor i gjeologjisë i cili merret vetëm me këtë punë, siç është sektori i naftës apo i minerave. Ky është sektori i gjeologjisë i cili mbështet apo
këshillon dhe konstruktorët apo dhe arkitektët në zhvillimin qofshin ato të zonave urbane apo dhe të infrastrukturave apo dhe ndërtimit të digave apo pse jo dhe ndërtimit të porteve të ndryshme. Pra, teknikisht janë gjëra që njihen. Ajo që ndodh është që shpesh herë ndoshta duke mos patur rregullat e caktuara me ligj, automatikisht mbetet pastaj në profesionalitetin apo në njohuritë e kujdo, dhe kemi parë dhe akse të vjetra tashmë për disa vitesh rrugore, për të cilat kemi vënë re për shkak që mund të kemi gozhdime, pra mundohemi ta mbajmë me gozhda, ato quhet tirante ndonjëherë, apo ankorime dhe rrjet mundohemi të mbajmë argjilën, e cila na shfaqet si shkëmb, po në momentin që kemi rreshje, këtë kemi për shembull te kodrat e surrilave në Durrës, dhe në momentin që kemi rreshje, argjila kalon nga gjendje e ngurtë, kalon në gjendje të lëngët. Edhe rrjedh pra, pastaj. Imagjinoni. Po. Dhe pastaj rrjedh. Pra, imagjinoni të mani me rrjedh dhe me gozhdime paltën. Po, është sigurisht e pamundur. Tani, Klodi, se nuk duaj që të tregoj me gisht diçka, thjesht për të folur për këtë. Se unë mund ta kuptoj që nëse një rrugë është projektuar para 100 vjetëve nga gjeniot italian, fjala vjen dhe është bërë atje, dhe ndodh që të prishet 100 vjet më vonë, 80 vjet më vonë, 90 vjet më vonë, e kuptoj që ai që ka bërë matjet në atë kohë edhe parashikimet për rrugën nuk kishte dinte se çdo ndodhte në 100 vjet rreshje etj. Po kur një rrugë ndërtohet këtë vit dhe prishet po këtë vit, domethënë ç'më thot mua kjo për inxhinierët gjeolog që janë marr apo se relacioni në letër bëhet pafund për këto. Duhet mbushësh letra. Po domethënë rruga s'ka mbush një vit edhe është bër kështu shuk. Sipas teje është bërë siç duhet ky studim I kësaj apo mund të ndodhi që ishte e paparashikueshme sa shumë shi do binte? Tani pyetja është shumë e saktë Bindi. Çështja është bërë siç duhet, pra kur flasim siç duhet është në çështje detaj. Pra, nëse ne do ndërtojmë një aks rrugor dhe duhet që për shembull të bëjmë një studim gjeologjik çdo 50 metra apo çdo 100 metra, kjo pra është ajo që themu që duhet përcaktuar me ligj. Pra, nëse ne kemi të përcaktuar, për shembull kemi VKM-n e cila është risku gjeologjik, e cila thotë që për të studiuar fenomenet e rreshitjeve ne duhet bëjmë një studim detajuar, por nuk jep specifikat. Pra, nëse ne do kishim specifika, atëre e gjithë zona, pra e gjithë aksi rrugor. Pra ligji është me vrim apo thua Klodi, ligji është I paplot. Po, këtë e kemi thënë gjithmonë, ligji është I paplot. Pra, ka nevojë, ka dalë një VKM e cila doli fill pas tërmetit të Turqit, të 2019-s, e cila për mendimin tim ka nevojë që një grup ekspertësh të mblidhet dhe meqense ne po zhvillojmë të gjithë territorin, të shkojë dhe të vendosi disa specifika, fundje që I kanë dhe shtetet fqinje, I ka Greqia, I ka Italia, nuk po bëjmë diçka nuk po shpikim gjë, thjesht të marrim dhe të implementojmë ndoshta dhe kushtet e tyre, sepse kjo do jepte pastaj një detyrim më të madh, jo vetëm profesional, por dhe ligjor. Pra, automatikisht ne do kemi, marrim rastin e një aksi rrugor I cili do jetë 2 kilometra I gjatë dhe ne do ta studiojmë në detaj. Se sa një shtrirje le të themi, se kjo varet pastaj edhe nga kostot dhe varet duke mos qenë specifikuar, ti mund të kesh një studim këtu dhe një studim pas 2 kilometrash dhe mund të kesh sektorë të ndryshme të cilat nuk janë studiuar në detaj. Dhe faktikisht nuk është faj askujt, sepse nuk është I përcaktuar me ligj dhe automatikisht nuk mund të bësh një studim të mbi ngarkuar me kosto të mase të ngarkuara nga momenti që s'ta kërkon askush. Nuk e di nëse e kuptoj. Mundohen. Pra, çështja është nëse rregullat e lojës janë më të detajuara dhe më specifike, biles ne mund të ngrehet dhe diku niveli. Pra, mund të thuhet që dhe këtë duhet ta thënë teknikët të cilat do ta shkruajnë të VKM apo të zgjerojnë VKM-n e cila është aktuale, duhet të thonë që për shembull në formacione që janë argjila ose në formacione të aksit rrugor që ju po thonit më herët, ato informacione te mase të brishta gjeologjike, pra janë zhavore me rër me pak argjil brenda. Atëherë në këto zona duhet bëhet një studim specifik. Edhe kjo mund të shënohet me 2 rreshta tek I cili thuhet në qëndrueshmëria e shpatit për shkëmbim kompakt duhet të kryhet në këtë formë, ndërsa për shkëmbim të butë ose për dhera duhet të kryhet me anë të kësaj metodologjie. Dhe duke bërë në këtë formë, unë besoj që më pas do ketë një përgjegjësi pastaj të gjithë inxhinierëve, gjeolog apo dhe inxhinierë të tjerë, të cilët do të përfshihen në këtë lloj projektimi dhe më pas batimi. Sepse shpesh herë mund të ketë situata të ndryshme. Për shembull, ne kemi thënë që gjeologjia ndryshon me metra. Dhe zona e Liprazhit, për shembull, është një zonë që është tektonikisht aktive. Pra ne kemi një thyrje të vogla, çarje të vogla tektonike, të cilat e bëjnë dhe shkëmbin ekzistues më të brish, më të thërmueshëm.
Dhe automatikisht në momentin që ndërtohet vepra, pastaj është më jep këto fenomene. Unë po shikoja tani disa pamje dhe po mendoja, mjafton riparimi i segmentit apo duhet rindërtuar një rrugë alternative? Atëherë, në zonën në cilën ka ndodhur rrëshitja, unë besoj që në fillim do të presim studimin gjeologjik, të cilën tashmë po zhvillon Shërbimi Gjeologjik Shqiptar. Unë kam shkuar dhe personalisht e kam inspektuar zonën. Pasi në fillim duhet bëjmë studimet, siç po e themi dhe siç e kemi thënë gjithmonë. Më pas në varësi të studimit, ne duhet shohim për shembull sa është trashësia e kësaj shtrese, e cila është e prishtë, siç e tham më herët, dhe automatikisht mund të merren masa ndryshme, mund të merren dhe masa për shembull ndërtimi një viadukti apo thjesht ndërtimi një aksi rrugor në të njëjtin sektor. Por ajo që duhet kuptuar dhe shpeshherë kjo është një gabim, një qasje që kemi ne në Shqipëri, është në momentin që ka ndodhur fenomeni, pra unë mundoj ta shikoj gjithmonë nga pikpamja teknike, kemi të bëjmë me një rrëshitje që quhet rrëshitje aktive. Pra ne e karakterizojmë si aktive, do thotë që në momentin që ne shkojmë dhe e vrojtojmë apo bëjmë një lëvizje gjeologjik, ajo është në fazën e saj aktive, pra është e lëvizshme. Dhe në këtë pikë do të kemi shumë kujdes. Një që këtë rrëshitje ta bëjmë jo aktive. Pra ose me ndërtim masash inxhinierike, ose me heqjen e sektorit i cili tashmë e ka prishur gjendjen e ekuilibrit, pra duhet kemi shumë kujdes pasi është në gjendje aktive, pra ta heqim këtë problematikë që kemi, më pas, duke bërë studimet e thelluara, mund të merren dhe zgjidhje teknike më të mira për sa i përket ndërtimit të kësaj rruge. Pra, ajo që unë do jepsha dhe kam dhënë edhe më herët si këshill është që ti marrim pak gjërat ngadalë. Ne në Shqipëri jemi mësuar që ti marrim pak me nxitim, e kuptoj që zona pika është nevralgjike, është shumë e rëndësishme, sepse është një aks kryesor që lidh të gjithë pjesën lindore të Shqipërisë, por nga ana tjetër duhet kuptojmë që jemi përpara faktit ku një sektor është tashmë aktiv dhe ndoshta të gjitha ndërhyrjet që do bëhen, duhet bëhen me atë kujdesin dhe me një qasje inxhinierike të shtuar. Patjetër, që mos përsëritet kjo situata të paktën jo në këto përmasa. U fol dhe është bërë edhe si thua disi politike çështja. Po edhe ka edhe unë e mirë kuptoj, e kam dhe vet një perceptim që nëse ti si thua luan me natyrën, se fjala në anglisht që më vjen nuk përkthehet siç duhet shqip pastaj. Por nëse ti do ta kruash me natyrën, natyra fiton çdo herë. A mendon që ka pasur gisht njeriu këtu edhe bëhet fjalë për ato gryerjet e marrjet e materialit në lum, pra të zhavorrit atje. Kështu të paktën u fol fillimisht që kjo mund të jetë shkaktuar, pra fillon edhe si pasojë e marrjes së zhavorrit në shkumbin, apo është diçka më komplekse se sa aq? Libri si gjithmonë unë zakonisht bazohem tek ato studimet e mia ose tek evidencat. Ne kemi studiuar shumë lumin vjosa, shkumpinin më pak, kështu që unë nuk di ta them se sa ka qenë marrja e zhavorit, nëse është marrë zhavor dhe kush mund të ketë qenë impakti, Por zakonisht ajo që ndodh në Shqipëri dhe ne pam dhe me tërmetin në Durrës, është që kemi atë që quhet efekt domino. Pra nuk kemi vetëm një shkaktar, mund të kemi disa shkaktarë dhe pastaj mund të ulemi dhe në një moment të dytë të shohim kush ka patur përqindjen më të madhe. Pasi ajo që duhet kuptojmë është që kemi informacione të brishta, ka qenë një periudhë rreqesh, ka qenë një aks rrugor që po ndërtohet, është një aks rrugor ekzistues më poshtë, është dhe hekur rrulla më poshtë, pra kemi le të themi disa objekte inxhinierike dhe nga ana tjetër nuk e di nëse ka patur dhe ndërhyrje në pjesën e lumit apo sa mund të ketë patur. Zakonisht të gjitha daljet e mia i bazoj në studimet e mia konkrete. Por ajo që duhet kuptuar është që mund të jetë një efekt i shtuar, patjetër që siç u thash, është një gjendje ekuilibri që në momentin që ne do ndërhyjmë fizikisht ka një farë ndërhyrje, po realisht ajo është diçka që duhet parë. Më kupton? E kuptoj. Po që gryerja e lumit nuk ndihmon në këtë situatë. Pra nëse ti shkon dhe gryen atë mirë nuk i bën apo jo?
Unë besoj, në këtë situatë si thash nuk dua të shpreh sepse nuk e di teknikisht, në situata të tjera, ne kemi bërë dokumentarë dhe me ju kemi bërë dokumentarë, ndryshme kemi rastin e urës Mbretërit Zog, të cilët e kemi parë realisht, dhe këtë e shikojmë në ura të ndryshme në Shqipëri, të cilët këmbët e tyre janë të ekspozuara dhe pilotat të cilat ankorohen brenda shtratit të lumit janë të ekspozuar dhe dohet sipërfaqe. Kjo do thotë që marrja e inerteve automatikisht bën që lumen tanë të cilët janë të gjithë ne themi adoleshent, pra janë dinamikë, janë lumen të ri, ka pikpamje gjeologjike gjithmonë, automatikisht ato thellojnë veten, pra hajnë veten e tyre, kështu që automatikisht bie niveli, qoftë niveli ujit, qoftë niveli sedimenteve që ndodhen në to, dhe mund të ndikojnë në struktura që janë ekzistuese. Në rastin konkret nuk e di se sa mund të ketë qenë impakti që mund të ketë patur pikërisht kjo ndërhyrje, nëse është kryer kjo ndërhyrje. E qartë. E dyshim të është, do ta them sepse është, domethënë ngryerjet kanë ndodhur pikërisht atje, është marr pikërisht atje ku ka ndodhur pastaj edhe problemi me rrugën. Nuk është se ndodhen më lart apo më poshtë, por gjithsesi e kalojmë këtë gjën. Le të shikojmë ti ç'a mendon, do hahet kjo rruga e re? Që do të jetë 1.3 kilometra provizore, pra që do të bëhet provizorja, po. Gjatë Hekurudës dhe pastaj shikojmë se çfarë ndodh më tutje. Hedi, ke një pyetje të fundit? Jo, thjesht nëse edhe në të ardhmen po mendoja tani, se mendoj gjithmonë se si mund të parashikojmë, domethënë duhen arrihet me parashiku sot e tutje edhe rruga e re që mund bëhet për të anashkaluar këto problemet, të bëhet një punë më specifike. Pyetje shumë e saktë, Hedi. Faktikisht në të ardhmen dhe ne marrim gjithmonë eksperiencat e shteteve të tjera, për shembull rastin e urës Morandi që ra në Gjenova, ajo që ndodhi në Itali ishte pikërisht fakti që u krijua një sistem monitorimi dhe studimi i infrastrukturës ekzistuese. Pra, jam munduar të ta them, të artikuloj edhe në emisione të tjera. Pra, ajo që ne duhet kuptojmë është që për akset rrugor ekzistues, ne mund të bëjmë një sistem monitorimi, qofshin ato të skarpatave tashmë ekzistuese. Pra, kjo mund të bëhet me sensor, mund të bëhet me dron, ne pikërisht në qytetin e Durrësit, në zonën e Currilave kemi një sistem monitorimi që e bëjmë thjesht për çështje shkencore, akademike dhe zhvillime diplome studentët tanë, pra në formë vullnetare le të themi, tek e cila ne llogarisim kush janë zonat të cilat përshkasin dhe volumet e materialit të cilat bien. Automatikisht kjo mund të kryhet në akset rrugore të cilat kanë dhe shfaqin problematika ekzistuese. Nga ana tjetër, diçka që shumë e rëndësishme është monitorimi i veprave inxhinierike. Pra është ajo që quhet geognostiko në italisht e themi, pra ne mund vendosim sisteme të ndryshme sensor, tek të cilët mund të shohim nëse kemi luhate, dhe kjo mund vendoset për shembull në pjesën e digave. Ne kemi një sër dhe diga pranë Tiranës, ose digët Kasatën e Drinit për shembull, që janë diga temasë të rëndësishme nga pikpamja inxhinierike strategjike e shtetit, dhe mund t'i monitorojmë. Kostot e monitorimit janë temase të ulta, janë sensorë të cilët vendosen dhe të cilët në kohë reale, pra në real time, në një sistem monitorimi kompjutrash të themi që mund të kemi dhe në Tiranë, ne mund t'i monitorojmë në kohë reale dhe nëse kemi një deformim të caktuar, automatikisht mund të kemi atë alertën dhe alarmin dhe mund të ndërhyet në kohë reale. E njëjta gjë mund ndodhi edhe gjatë fazës së zbatimit. Për shembull, kjo është një teknikë e cila është e njohur tashmë, ku në zona të ndryshme tek të cilat po ndërtohet, për shembull siç ishte rasti në fjalë, ne mund vendosi dhe ato që quhen inklinometër. Pra imagjinoni të keni një sensor në krah të rrugës re që po ndërtoni dhe në momentin që ju shikoni të keni një deformim apo një spostim të dherave, qofshin ato dhe milimetrik, automatikisht mund të kemi lajmërimin në real time, pra në kohë reale, dhe mund të marrim dhe të dërhyjmë në kohë. Po. Lëviz, po kjo është ajo që është lajmërimi i hershëm. Pra është një lajmërim që ne kemi në kohë reale dhe mund të dërhyjmë pa arritur që të kemi pastaj këto ngjarje të mëdha të problematike. Për shembull, tani një gjë pa vëzhguar dhe poezinë e Hedit më përpara, Hedi do thoshte Marzo Pazzo. Pra ne kemi një mars i cili është i çuditshëm, kemi kohë këto ditë ka qenë pothuajse pranverë, po mund të kemi dhe periudha me shi, dhe shi intensiv. Dhe ja, ku mund të riaktivizohen pikërisht këto fenomene të cilët folëm më herët. Pra, zgjidhje teknike dhe shkencore ka. Ka, pra edhe, okay, shumë mirë. Kjo më vjen mirë ta dëgjoj që. Dhe shkencëtar shumë mirë kemi, siç është edhe Klodian Skrame, gjeolog, pedagog, gjithashtu. Shumë faleminderit për kohën sot.
Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Shihemi së shpejti. Ndërkohë, duhet të ndërpresim programin këtu për pak publicitet, do të kthehemi në anën tjetër, pastaj do të shkojmë në Dubai, do të takojmë një zonjë që jeton atje. Shkojmë se si kanë përjatuar këto ditë ku, siç e dini, ka pasur edhe në Dubai edhe preda që janë hedhur nga Irani. Atje si po jetojnë, ka shumë shqiptarë cilët jetojnë në Dubai. Janë çunat e Dubait, mes të tjerave, por nuk do të lidhemi me ta, do të lidhemi me këtë zonjën. Mbas pak. Mirëmëngjes edhe një herë, 8:32 minuta në këtë moment, ne do të shkojmë në Dubai në një lidhje telefonike me zonjën Ariana Hysa, e cila është pedagoge dhe mësuese, edhe ka më shumë se 2 dekada që jeton atje bashkë me familjen e saj. Do të dëgjojmë prej saj se çfarë po përjetojnë njerëzit që prej fundjavës ju keni parë në lajmet, pra që ndër vendet e goditura ka qenë edhe një hotel mesapanshur në një zonë luksoze të Dubait atje. Ariana, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëherë, ne jemi mirë, po duam të dim nga ju se si jeni dhe si po e përjetoni këtë. Çfarë po ndodh në Dubai? Çfarë thuhet atje mbas rënies asaj predhës që pam të shtunën? Kanë rënë disa predha, në fakt nuk është vetëm ajo predha. Kanë shturmuar aeroporti, ka pas goxha predha, ka pas goxha rakete balistike, edhe dron. Situata situata po gjithsesi e qetë. Unë dje për shembull dola bëra pazar, në nxitim, po dola bëra pazar. Shumica e njerëzve kanë vendosur që të bëjnë pazarin online, domethënë dikush sjell ushqimet në shtëpi. Situata është e tensionuar, njerëzit janë të friksuar. Unë për shembull sot sa mbarova mësimin online, mësimet janë online, studentët e mi që janë nga Emiratet e tjera thonë që ka filluar dhe atje të dëgjohen shpërthime. Ndofta nga që shpërtimet janë goxha të fuqishme dhe ndofta nuk janë në një qytet të caktuar, për shembull shumica e shpërtimeve janë në Dubai ku jam unë, edhe në Abu Dhabi. Megjithatë, sot për shembull nga studentët dëgjova që ka pasur shpërtime edhe në Alein, edhe në Sharjah, që është e re, domethënë nuk e dija këtë. Ditët e para ka qenë vetëm përqendrimi ka qenë vetëm në Dubai dhe në Abu Dhabi. Situata nuk është e qetë në fakt. Qeveria po bën pamundurën për të ndaluar çdo efekt të këtyre shpërthimeve, po dhe shumica e gjërave që dëgjojmë ne në fakt janë këto ndalesat që bën qeveria me Ministria e Mbrojtjes që i bën raketave balistike. Domethënë nuk janë edhe dëmet që bëhen nuk është se janë dëme nga raketat që lëshohen nga Irani, janë thjesht dëme kolaterale nga sulmet që bëhen nga këtu, domethënë. Situata është e tensionuar. Të gjithë janë tensionuar, të gjithë jemi të stresuar, studentët e mi sot po shkruan në chat dhe thoshin që jemi sezon lufte. Gjë shumë e pa imagjinueshme në fakt, në të shtet që është kaq i qetë, kaq i rehatshëm, është e pa imagjinueshme në fakt. Në fakt është shumë e çuditshme, shumë e vështirë dhe për tu pranuar, apo jo, edhe shumë atje në Dubai nuk u mendonte kurrë. Dhe pyetja ime, ju kanë shpërndar ndonjë plan emergjence, ndonjë gjë, si është situata, çfarë ndihet në ajër që mund të ndodh? Në ajër ndihet gjë me të drejtën, për shembull natën e patëm shumë të qetë sot. Në fakt këtu në zonën ku jetojmë në Dubai në ri, ishte fare i qetë. Megjithatë, në mes të mësimit për shembull, dëgjova goxha shpërthime. Studentët e mi janë në qytete të ndryshme, ata që ishin në Dubai dëgjuan një të shpërthim që dëgjova unë, kurse të tjerët që janë në qytete të tjera kuptohet që dëgjuan një të shpërthim, po thanë që ky shpërthimi që dëgjuam sot në mëngjes, domethënë ishte diku në City Walk. Atje në fakt nuk ka asnjë bazë ushtarake, të gjitha këto shpërthimet bëhen për bazat ushtarake amerikane. Domethënë Irani po sulmon të gjitha vendet ku ka baza ushtarake amerikane, të cilat janë kudo në lindjen e mesme. Lindja e mesme është e gjithë e lidhur me baza ushtarake amerikane. Nuk ka një plan evakuimi, nuk ka një plan lëvizje, domethënë. Ajo që kemi dëgjuar nga deri tani nga qeveria vazhdimisht lëshon këto linjat, këto mesazhet urgjente në celular, sidomos në zonat caktuara kur mendojnë që është shumë e rrezikshme. Ata po mundohen me të pamundura, domethënë, edhe si thash, kur shkon jashtë nuk është se duket në gjë të tmerrshme. Po kuptohet që situata nuk është fare e qetë, ka pasur zjarre kudo. Ambasada shqiptare këtu në fakt ka bërë goxha punë të mirë, si gjithë ambasadat, ambasadat tjera kanë bërë, po ambasada shqiptare ka përqyer në fakt me një mesazh që lëshuan. Unë ndjek shumë të mesazh të ambasadave amerikane, ambasadave të huaja, po sidomos australiane dhe shqiptare. Dhe më ka bërë përshtypjen në fakt që ishte një mesazh nga ambasada shqiptare,
që thoshte që merrnin telefon njerëzit e juaj sepse njerëzit në Shqipëri janë të shqetësuar për çfarë po ndodh. Edhe kjo më duk shumë gjë e bukur, në fakt, ne kemi një kulturë që është shumë e dashur, ne jemi njerëz të dashur, ne jemi njerëz që kujdesemi për njëri tjetrin. Edhe më bëri të gjë mirë në fakt në këtë situatë kaq të hutuar, kaq të pa qartë, pa stabilizuar. A ka shumë shqiptar që jetojnë e punojnë si ju aty? Nuk e besoj të ketë shumë shqiptar, domethënë deri përpara kur erdha unë para 26 vitesh, këtu ka pasur, ndoshta kemi qenë një 10-15 njerëz. Ndërsa tani mund të jemi ndoshta një 5.000, nuk e besoj që ka informacion të dur nga të tash numri shqiptarëve në Emirate. Po përgjithsisht nuk e besoj që jemi një numër i madh njerëzish, domethënë ndoshta maksimum 10.000-15.000, po ndoshta ka dhe shumë që kanë ardhur si turista, kështu që nuk e di se sa mund të jetë numri i shqiptarëve në Emirate. Po, janë ata që janë atje si turist, po sepse është një vend që frekuentohet, e dim që njerëzit kanë qejf që të vinë në Dubai për ta parë, për kështu që me sa kuptojmë ne tani fluturimet janë ndaluar, aty nuk mund të largohesh nga Dubai, po. Kështu që fluturimet janë ndaluar. Edhe ata që kanë përdorur. Po, ne të gjithë njerëzit që janë këtu, domethënë të gjithë turistët që janë këtu, qeveria ka thënë që do paguajnë të gjitha shpenzimet për gjithë turistët që janë në Emirate. Edhe janë gjitha të paguara, domethënë qëndrimi, ngrëna e pira, çdo gjë është e paguar. Është qartë. Një pyetje të fundit. Situata është kritike. Një pyetje të fundit. Nëse ke dëgjuar në lajmet atje apo çfarë thuhet edhe po themi në opinionin publik të Emirateve, sepse pati një lajm që princi kurorës ka thënë se nëse do të sulmohemi sërish, atëherë edhe ne kemi të drejtën të kundërpërgjigjemi Iranit. Ka atje në opinionin publik apo në ato që flitet në mediat një ide se Arabia Saudite mund të përfshihet, Emiratet e Bashkuara ndjes mund të përfshihen në konflikt? Nuk e besoj, domethënë nuk kanë dëduar që kundi kur ata thon kundra përgjigjet, ata gjithmonë kanë parasysh të sigurojnë popullsinë vendase. Janë duke bërë një domethënë qytetarët vendas ne gjithë të huajt. Ato këtë kanë parasysh si kundër përgjigje. Emiratet nuk kanë qenë kur një popull që ka sulmuar dikë. Kështu që nuk e besoj fare. Kundra përgjigje atyre është thjesht kjo që të mbrojnë territorin, se ato po e bëjnë në mënyrën më të mirë të mundshme në fakt. Domethënë është për t'u admiruar dhe e bëjnë me qetësi, me shumë paqe. Super. Kështu që jo, nuk e besoj të sulmojnë asnjë shtet, nuk e besoj kurrë. Irina, të falenderojmë për kohën sot dhe të urojmë siguri ty dhe familjes. Shumë faleminderit. Faleminderit ty që gjetë kohën që të flasësh me ne. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit, qofshim mirë, mirupafshim. Edhe ju. Irina Hysaj me ne në këtë lidhje telefonike nga Dubai. Zonja Sotrin, ku gjërat kanë ndryshuar në mënyrë dramatike nga e shtuna deri më sot. Të shikojmë se çfarë ndodh më tutje atje, po. Se gjithmonë Dubai, unë s'kam qenë kur, por ato ndërtesat e larta, dritat e luksi, e ku duon se çfarë, ato grataçelat. E që ta shikosh pastaj që të jep në është e pa imagjinueshme, unë që kam qëndruar atje, nuk e imagjinon dot sepse është kaq i paqë, i rregullt. Pse beson të kur të jetë në një konflikt, e kupton? Ja, kështu është. Luajmë Strak-Struk tani, miq me Monikën dhe Klaridën. Loja e preferuar e shqiptarëve, Strak-Struk në Wake Up. Përshëndetje, mirëmëngjes. Pra, njohim Monikën. Po, njohim Monikën, njohim edhe Klaridën, po Monika e para. Mirëmëngjesi. Monika, buongiorno. Si je? Si po ma kalon ditën? Çfarë punë bën? Na trego për veten. Mirë. Unë jam nga Tirana dhe punoj në Rina. Okej. Avionet nuk vinë nga Dubai, apo jo? Sot jo. Nëse se nuk është përqeshur, po. Ço do bëjmë tani? Do të dramatizojmë pak. E lodhshme. Çfarë punë bën ti në Rinas, Monika? Specialiste për planet e fluturimit. Specialiste e planeve të fluturimit. Është tingëllon e rëndësishme, tingëllon me peshë. Po sigurisht. Planet e fluturimit janë si gjithë dëgjuesit tanë. Po, patjetër. Çdo gjë me peshë. Super. Shumë mirë, okay. Okej, njohim dhe Klaridën nga Lushnja. Klarida, si je? Mirëmëngjesi, si jeni? Ne jemi mirë, po duam të njohim pak. Na trego diçka për veten. Jam në zonjë, po mos ka e papull.
juve pikapën e mëngjesit, juve bëj ushtrimet e gjimnastikën e mëngjesit. Dhe sa me vin kapa. Okej, shumë mirë. Kush është në rrugë nga juve? Kush është duke bërë zhurmë? Se dëgjohet trafiku. Unë Ti jam akoma në rrugës. është Monika. Është Monika. Është Monika, pra. Okej. Mirë, kur Është ato pisat e flasim me avionit. Klaritën e mbajmë pak më poshtë Monikën që të balancojmë. Po fillojmë lojën atëherë. E fillojmë lojën me një herë. Pra sipas alfabetit Klarita i bie që të jetë e para. K L L M N, po? Kështu që Nuk e di, alfabeti italian nuk e ka kën, kështu që nuk më vjen automatike. si s'ka K, moj? S'ka Jo. fare K? Vërtet? Jo. Si u? Si jam për ju pak. Po ato. Kemi CH-ne. Keni. CH dhe është K. Okej. Ke të drejtë. K-ja është para më Nuk gjithmonë. kemi Okej. nuk kemi shumë gjëra s'kemi. Juve jeni të çuditshëm. Juve shqiptarët e Italisë. Tani, okay, fillojmë atëherë me Klaritën, pastaj me Monikën, dhe kjo është fjalia. Gjithë tjerët janë mirë pritur në 069 442 873. Pra, për Klaritën. Endri shtrak shtrukte dera kur dëgjoi trokitjen. Endri shtrak shtrukte dera kur dëgjoi trokitjen. Klarida. Shtang. Endri shtang te dera kur dëgjoi trokitjen. Shtangu do ishte, se është Shtangu. të shkuarën, po. Dëgjoj, kështu që të përshtatet edhe ajo. Mund tjetë, është, por nuk është e saktë. Endri shtangu tek dera. Mund kishte një vizitor që nuk dëshiron të pa dëshiruar, por jo, nuk është e saktë. Okej, mirë. Pra, shkojmë te Monika. Monika, Endri shtrak shtruk te dera kur dëgjoi trokitjen. Vështroj. Endri vështroi te dera. Theu kokën nga dera. Odhi shikimin i bie vështroi. Po, faktikisht do bënin gjithë gjëra. Endri pa nga dera kur. Po jo, nuk është e saktë, nuk është e saktë. Pra do të japim tani në raundin e dytë një ndihmë që është numri i shkronjave. Sa shkronja ka? Dhe janë 5 shkronja. 5 në italisht. 5, një fjalë jo aq e gjatë. Do ta rilexoj tani për Monikë. Jo, për Klaritën. Për Klaritën, falni. Endri shtrak shtruk te dera kur dëgjoi trokitjen. 5 shkronja. Shkoj. S-H-K-O-I janë 4. Janë 4. Se shën e numërojmë si një. Po, bravo. Nuk është e saktë. Monika, kujdes, radha jote Monika. Endri shtrak shtruk te dera kur dëgjoi trokitjen. Vrapoj, po ka 6 shkronja. Vrapoj. Ka 6. Ka 6. V-R-A-P-O-I. Oj. Dije që vjen përsërit. Okej, më shumë mirë. S'ka gjë. Në raundin e tretë dhe të fundit ne ju japim njërin nga shkronjat. Kjo mund t'ju ndihmoj. Doni të dytën apo të tretën? Të dytën. Okej, do ja zbuloj unë tani. Shkronja e dytë është një R. R. Si Roma. Si Roberto. Okej? Si Revania. Okej. Pra, dhe një herë për Klaridën. Endri shtrak shtruk te dera kur dëgjoi trokitjen. 5 shkronja, e dyta një R. Po më vjen. Po, sa vështirë që ka kështu live. Nuk është e vështirë, është kur, domethënë, përgjigja e Endrit ishte e shpejtë. Bëri një gjë të shpejtë. Eksakt. Që ka vetëm 5 shkronja dhe e dyta është R. Po kërkojmë një folje, qartazi. Po. Largoj, jo. Jo, se s'do kisha as kuptim, po. Te largoj e dyta është A. Jo. Okej, E Monika. dyta duhet jetë një R, e dyta. Po. Pra, tani për Monikën. Endri shtrak shtruk te dera kur dëgjoi trokitjen. 5 shkronja, e dyta një R.
Nuk është vrapoi. Por Kam asnjë ide. Po I di në një informacion të brendë. Si gjithmonë do më pyes. Mirë, s'ka gjë se e përballoj unë vinin pastaj. Do të thënë, ishte me shumë energji, e kupton, ishte me elasticitet të plot trupi, si elastik, ping. Praktikisht shkoi te dera me hedhje. Siç mund shkojë një karkalec. Kërceu. Do të thënë, Endri mund të ishte një karkalec. Kërceu. Apo jo, jemi dakord? Po. Po kërceu është shkronja e dytë është te kërceu. Po praktikisht është një sinonim I asaj. Gocat pak të ngjeheni, se unë marr koston tani. E more koston. More koston, ra goca, ju përqafojmë fort, shumë faleminderit Monika. Ju përqafojmë shumë fort dhe ju urojmë një ditë bukur. Duhet që të gjithë të mirat. Faleminderit që luajtat me ne. Në digital, bargëtimi nuk ka të ndalur me programe për të gjithë familjen. Big Brother VIP deri në 100 evente sportive live çdo javë gjithashtu. Abononi online në digital.al sepse kush ka digital I shikon të gjitha. Marsi me ofertën. E vërtet, nga filmat e sportit e çdo program. Po. Kështu që lojtarët, domethënë, duhet të përgjigjen me fjalën. Brofi. Bravo, sakt. Kush je? Unë quhem Xhemal, jam nga Tirana. Xhemal, okay. Pra, fjalia është Endri Brofi te dera kur dëgjoi trokitjen. Po. Çfarë do të thënë Brofi Xhemal, për ata që nuk e dinë? Shkoj me nxitim tek dera për ta derën. U hodh përpjet kur ngrihesh më një herë Brofi është folja e bukur shqipe. Kur çohesh për një herë, domethënë nga vendi edhe shkon diku. Po. Shumë mirë, ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital Xhemal. Faleminderit. Faleminderit, ditën e mirë. Bravo të qoftë. Gjithë të mirat. Okej, e krym. Ce l'abbiamo fatta, ma adesso abbiamo un quiz. Ancora uno. Një quiz muzikor. Edhe një. Kujdes. 1 minutë, se nuk isha e gati. Hajde, bëj çefin babit, po gjetë këtë do gëzohet e babi jot. S'është vështirë. Ta dëgjoj edhe herë të fundit. Babi jot duhet ta Edhe herë të fundit, lutem. Me që e ke kështu tip rockeri, domethënë. Nuk e di çfarë më kujton një italiane. Jo, s'është italiane kjo. Por janë këtej britanik këto, po irlandez, tamam. Një grup me emër të shkurtër? S'më vjen. Jo? S'më vjen. Alfanumerik? Mu e di çfarë mendoj, me emër të shkurtër alfanumerik. Mu merdi. Jo vengo dalla luna Cafarezzos. Jo. Edhe një herë për Heidin. Okej. Ikim është për ju për ta gjetur, për të fituar gjëra të bukura, edhe ne do të ikim tani. Po. Edhe shihemi pak më vonë. Flash në Top Albania Radio. 2 ditë pas nisjes së konfliktit të Izraelit e Shtetet e Bashkuara me Iranin po vazhdojnë sulmet hakmarrëse të Republikës Islamike ndaj vendeve fqinje që strehojnë baza ushtarake amerikane në territoret e tyre. Një valë re goditjesh me raketa dhe dron nga Irani u raportua orët e fundit në disa qytete të lindjes së mesme. Kryeqytetet Doha dhe Manama, respektivisht në Katar dhe Bahrein, si edhe Dubai në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Erbili në rajonin Kurd të Irakut, ishin shënjestra të sulmeve të reja ajrore iraniane. Banorët raportuan shpërthime të fuqishme dhe sirena alarmi. Në mëngjes, Kuvaiti njoftoi se ka rrëzuar disa dronë iranian, nuk raportohen të lënduar. Me një deklaratë të përbashkët, Shtetet e Bashkuara, Bahreini, Jordania, Kuvaiti, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dënuan fuqishëm ato që I cilësuan sulme të papërgjegjshme me raketa dhe dronë të Iranit ndaj territoreve sovrane në rajon. Më herët, Këshilli I Bashkëpunimit të Gjirit, I udhëhequr nga Arabia Saudite, dënoi Teheranin për goditjet ndaj shteteve anëtare, e theksoi të drejtën për të reaguar.
Kryetari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Larijani, tha se Teherani nuk do të negociojë me Washingtonin. Komentet i bëri pasi presidenti Trump u zotua se do të vazhdojë të ndëshkojë terroristët me forcën e plotë të ushtrisë amerikane. Në X, Larijani shkroi: "Ne nuk negociojmë me Shtetet e Bashkuara. Sot kombi iranian po mbron veten." Ndërkaq ka edhe një ofensiv të re të ushtrisë izraelite kundër Hezbollahut, grupit militant të Libanit dhe që mbështetet nga Irani. Paralajmërohet se kjo ofensiv do të jetë e gjerë, gjithëpërfshirëse dhe mund të përfshijë një pushtim toksor. Më herët në Liban u raportuan 31 viktima dhe rreth 150 të plagosur. Kjo është Top Albania Radio. Mirëmëngjes që të gjithëve, është 9:10 minuta në këtë moment. Një studim i brendshëm i kompanisë Meta ka zbuluar se pothuajse 1 ndër 5 përdorues të moshave 13 deri në 15 vjeç kanë parë imazhe lakuriqësie apo përmbajtje seksuale në Instagram, të cilat nuk kanë dëshiruar që të shikojnë, nuk kanë qenë duke i kërkuar. Këto dhëna kanë dalë nga një dosje gjyqësore në Kaliforni ku përfshihet edhe dëshmia e vet kreut të Instagramit, Adam Mosseri. Statistikat janë marrë nga sondazhe me vet raportim të përdoruesve dhe jo nga një shqyrtimi drejt për drejt postimeve. Nga ana tjetër ju kujtojmë se Meta përballet me akuza se produktet e saj dëmtojnë përdoruesit, sidomos të rinj, dhe nxisin varësi duke shkaktuar probleme të shëndetit mendor tek adoleshentët. Por si ndikon lakuriqësia, pornografia tek të miturit, dhe cilat janë shenjat që duhet i shqetësojmë prindrit e tyre? Për këtë arsye kemi sot në studio psikologen klinike Artemisi Sheu. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Ti e dëgjon këtë parashtrim të bisedës sotme. Cili është reagimi yt i parë profesional, profesoresh? Tani pornografia sigurisht nuk është një fenomen që neve e gjejmë me hapjen e Instagramit, Metës apo të Facebookut apo të shumë rrjeteve sociale. Sigurisht që ka qenë edhe shumë kohë më përpara, por tani bëhet ndoshta është bërë më evident, më i prekshëm, më i dukshëm, më një fenomen që ne kemi mbi tavolinë, edhe më afër nesh, më afër sigurisht fëmijëve apo adoleshentëve apo kujdo target grupi moshor që neve na rrethon. Sigurisht unë mendoj që gjithë secili prej nesh mund të jetë gjendur në situata të tilla herët apo vonë, shkurtimisht apo më gjatë, në ndonjë nga rrjetet sociale të sipërpërmendura. Kështu që unë mendoj që patjetër kjo është një fenomen cili neve na duhet ta trajtojmë, të flasim her pas here, por patjetër edhe të dimë të mbajmë një qendrim kundrejt si më të rritur, më të maturuar, kundrejt atyre cilët mund të jenë më të ekspozuar, më të brisht apo më të pamundur për të mbrojtur prej këtij fenomeni apo pasojave të tij. Pra si ndikon të këtë miturit, ky ekspozimi? Çfarë ndodh, çfarë pasojash ka nga këndvështrimi psikologjik? Tani neve kemi moshën 13-15 vjeç, por unë mendoj që imazhe të tilla apo një fenomen i tillë mund të haset edhe shumë më herët, sidomos në varësi të moshës kur një individ, një fëmijë ose një preadoleshent apo një adoleshent, duke mos haruar që adoleshenca fillon që në moshën 11 vjeçare sot me riorganizimin e rimoshor të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, unë do thoja që patjetër këto imazhe mund të gjenden edhe mund të preken shumë kollaj edhe për 11 vjeçarët, ndoshta edhe për ata cilët janë më poshtë moshës 13 dhe 15 vjeç. Nëse fëmia ka një telefon në dorë dhe ky telefon është i lidhur me internetin, edhe në mos e kërkoft vet, ndoshta mund të ndodhë që një shoqe ta udhëzoj se ku ti gjej këto imazhe. Këto imazhe janë të gjendshme shumë kollaj në çdo orë të ditës. Absolutisht, sepse janë edhe intruzive, mjafton që ne vetë navigojmë, të lundrojmë, një fëmijë t'i jepet një mjet i tillë në dorë, patjetër që të ketë internet dhe më pas shumë gjëra të ofrohen sepse ato bëjnë download, pra më merr në telefonin tënd dhe sigurisht shumë adoleshent mund edhe të jo vetëm të përballen para adoleshentë jo vetëm të përballen, por njëkohësisht edhe ta bëjnë një veprim të tillë, pra downloadime të ndryshme, të faqeve të ndryshme të internetit, apo patjetër sigurisht edhe më pas të futen në disa rrugtime të cilat normalisht nuk e di se ku po të shojnë. Dhe ky mund të rrit riskun që shpeshherë kjo grup moshë të mund të përballet me disa gjëra për cilat nuk është e përgatitur apo nuk di se ku do ta çojnë. Unë do të thosha që sigurisht në moshën 13-15 vjeçare është shumë studime tregojnë që është shumë e vërtetë që korteksi prefrontal, pra i mënyrës se si zhvillohet truri, sepse truri vazhdon në adoleshencë edhe zhvillohet, mielinizimi mund të ketë përfunduar në moshën 14-15 vjeçare, por ama sigurisht truri neurobiologjikisht vazhdon edhe zhvillohet. Dhe një nga elementet që ky korteks që si përmenda ndikon shumë pjesën e impulsivitetit, impulsit, vetkontrollit dhe sidomos rregullimit emocional, që do të thotë
Në momentin kur unë përballem apo gjendem me një imazh I cili mund të jetë pak intruziv, pra pak I padëshiruar, po njëkohësisht unë filloj të provoj që kjo më reagon pjesën kundrejt një impulsi që unë mund të kem, pra që do të thotë ma kompenson impulsin apo ma rregullon, ma plotson apo ma le të themi përmbush pjesën e impulsit, atëherë ajo kthehet në një lloj asociacioni, një lloj lidhje që sigurisht truri im me këtë lloj imazhi mund të bëjë. Pra truri I adoleshentit mund të bëjë pikërisht me këtë lloj imazhi. Dhe kjo pastaj kthehet edhe bëhet një lloj kërkimi kënaqësisë, reduktimi vetmisë, reduktimi mërzisë, duke shkuar pikërisht tek kërkimi këtyre imazheve. Ti sikur po thoni me fjalë tjera një lloj varësie. Në një kategori të konsiderueshme të adoleshentëve, kjo mund të jetë pasoja, një nga pasojat, le të themi, të përballjes së hershme të këtyre imazheve pa qenë I përgatitur psikologjikisht apo kognitivisht me çfarë po gjen dhe se çfarë pasoje dhe efekti do të ketë kjo gjë aty. Sigurisht unë nuk do të thosha që të gjithë adoleshentët gjenden përpara një situate të tillë. Varet sigurisht nga mosha, varet nga njohurit, po varet njëkohësisht edhe nga fakti pikërisht I këtij impulsivitetit, siç po thosha, që do të thotë ka një kategori adoleshentësh të cilët ndoshta nuk janë të le të themi të rrezikuar për të qenë pre e varësisë ose e pornografisë për shkak pikërisht të këtij rregullimi të brendshëm emocional që po thoshim, dhe kjo është një pikë e fortë e tyre. Por ndërkohë ka edhe një kategori tjetër, sepse adoleshenca duke qenë se është një moshë akoma e pastabilizuar dhe paqëndrueshme, mund të bëhet pre më lehtë e një lloj varësie të mundshme në një të ardhme të hershme apo pak më të vonë. Gjë e cila sigurisht mund na çojë në problematika të funksionimit, jo vetëm të marrëdhënieve seksuale, por njëkohësisht edhe të funksionimit përditshëm të individit, duke u futur tek ajo që quhet pikërisht pjesë e varësisë. Pra, a mund të krijojë pornografia edhe një dezinformim, domethënë një pritshmëri jo realiste rreth marrëdhënieve, intimitetit edhe të trupit, pra një imazh që nuk është I vërtet. Tani nëse neve do flisnim për pornografi në këtë lloj aspekti, patjetër që do thoshim që pornografia nuk mund të perceptohet si një edukim seksual. Patjetër që ajo është një tërësi imazhesh, skenaresh, të cilat janë, le të themi, të modifikuar, të cajuar, të egzageruar, dramatizuar. Dhe kjo nuk është e vërteta e një marrëdhënie seksuale apo e një marrëdhënie intime midis një çifti. Dhe në një moshë të tillë ku neve e kemi të vështirë për dalluar atë e cila është një zhvillim dhe një edukim seksual normal me këtë e cila neve na ofrohet, pra I ofrohet një adoleshenti, një dallim I tillë është shumë I vështirë për të realizuar në këtë lloj moshe. Dhe thithja apo përthithja e kënaqjes së impulsit, vështirësisë për rregullim emocional, e çon adoleshentin pastaj që të besojë që ndoshta kjo është një gjë që është e lejueshme, e tolerueshme. Kështu bëjnë të gjithë, përderisa promovohet, pse të mos e bëj edhe unë, dhe kjo pastaj përforcohet si sjellje dhe sigurisht e bën që adoleshenti ndoshta herët apo vonë të mundet pastaj edhe ta aplikojë këtë në marrëdhëniet e tija aktuale apo ato të mëvonshme, dhe sigurisht kjo përbën një risk të konsiderueshëm. Pastaj, nëse ne do të mendonim se çfarë imazhi apo efekti pasojë do të ketë në mendjen e një djali dhe në mendjen e një vajze adoleshente pornografia, sigurisht do ta shikonim në këndvështrima edhe të njëjta apo të ndryshme. Sepse pastaj do të thosha që shumica e studimeve në fakt tregojnë që nuk është se ka një dallim, pra që pornografia prek më shumë gjinin se sa vajzat. Po, gjinin maskullore sa gjinin femrore. Edhe pse ka një perceptim të tillë. Ka një perceptim, ka një parajgjykim, ka një pritshmëri. Po. Sepse kjo varet nga shumë gjëra, varet besoj nga traditat, socializimi, varet nga aksesi në internet, varet nga algoritmet e platformave, pra varet nga shumë elemente të cilët shkojnë edhe ndikojnë që një djali që mund të ketë parë më tepër, le të themi, imazhe ose janë shfaqur imazhe pornografike më shpesh, të vazhdojnë të shfaqen krahasuar me një vajzë. Por po të shikonim për shembull pjesën e mënyrën se si një djalë e percepton veten e tij, sigurisht duke parë pornografi, patjetër që indikon në performancën e vetes së tij në aspektin seksual, indikon sigurisht edhe në normalizimin e një lloji abuzimi seksual. Po njëkohësisht edhe tek fakti se si ai në këtë moment do ta përdor këtë gjë në një të ardhme, duke sidomos I dhënë një lloj pushteti më të madh vetes kundrejt partnerit. Ndërkohë që tek një
vajza adoleshente, kryesisht pjesa e pornografisë dhe e përballjeve të vazhdueshme me imazhet pornografike, unë do të thoja që lidhet shumë sipas studimeve me një koncept pak më të ulët, më të brisht të vetë konceptit të tyre, pra të konceptit për veten, sidomos me pjesën e një lloj objektivizimit vetes, pra zhveshjen nga emocioni, nga inteligjenca emocionale dhe njëkohësisht nga fakti i konsensusit në një marrëdhënie, duke toleruar, duke qenë tolerante pastaj tek vendosja e kufive dhe se çfarë partneri mashkull do t'i shkaktonte asaj, pa qenë ajo e dëshiruar apo pa qenë ajo, le të themi, me një konsensus ose dakord me atë që po performohet. Gjë që pastaj kjo do të sillte sigurisht problematika në marrëdhënie. Duke qenë që të paktën në moshë të rritur, këto janë çfarë un kam lexuar rreth zhanrit, po e quaj, janë meshkujt konsumatorët më të mëdhenj, paguesit më të mëdhenj, më shumë të abonuarit, janë fantazit mashkullore ato që pastaj kthehen në filma për t'i përmbushur ato dhe femrat vjen gjithmonë në një rol shërbyes, nëse mund ta quajmë kështu, pra përmbushin këto fantazi jo aq të tyret sesa të burrave. Dhe një vajzë, unë këtë lexova mes rreshtave tuaj, pra që një vajzë që përballet me këto imazhe, mëson sikur seksi është ti shërbesh një mashkulli, ti bësh këto qejfe, t'ja përmbushësh këto dëshira, dhe thotë okay, kjo është seksi, kjo është intimiteti. Kjo është marrëdhënie, po kjo është e vërtetë, është sigurisht edhe shumë kulturore, kjo është e vërtetë. Dhe përpara viteve 90, për shembull, në të gjitha revistat e Playboyt, për shembull, që mund të apo ndoshta edhe ndonjë serial të mundshëm që ne mund të kemi pasur apo mund të kemi dëgjuar më përpara, patjetër që figura maskullore ka qenë dominantja në këtë proces, në këtë marrëdhënie dhe kjo është promovuar në fakt. Dhe problematika kryesore qëndron pikërisht tek fakti i marrëdhënies me veten, që një vajzë apo një djalë në këtë moshë duhet kuptojë se si duhet ndodhi edukimi seksual apo çfarë do të thotë edukim seksual, dhe pastaj të shkojmë tek fakti që pornografia është një formë e le të themi asaj që ndodh në seksualitet, por që sigurisht a e dua unë apo e toleroj unë apo çfarë nën kupton kjo gjë për mua, sigurisht kjo ndodh më pas me kalimin e kohës edhe bëhet e vështirë për ta ndaluar në një moment kur ti e ke toleruar, kur dikush në adoleshencë e ka toleruar dhe kjo pastaj sigurisht që duket sikur promovohet. Nëse neve pastaj do të shkonim tek një çift adoleshentësh të cilët ose ku njëri nga partnerët ose të dy partnerët pastaj kanë qenë edukuar në thonjza flas me pornografi, se çfarë do të ndodhi në marrëdhënie ekzistuese apo në marrëdhëniet e reja që ato do të mund të krijonin, këtë ne nuk mund ta parashikojmë dot 100%, por ama mund ndodhi pastaj sigurisht që ne mund të kemi edhe trauma, të cilat mund të jenë të pa kuptuara, të pa zbuluara, të pa jetuara ose të pa, le të themi, problematike në funksionim për momentin, por që mund të shfaqen më vonë dhe mund të bëhen sigurisht mbytëse në funksionimin e tyre në marrëdhënie ose në marrëdhëniet e tjera që ato do të mund të krijojnë, që do të thotë një nga elementet dhe problematikat më kryesore që unë mendoj që pornografia e ekspozuar, pra ekspozimi kundrejt pornografisë në këto mosha, qëndron tek fakti i mungesës konsensusit marrëdhënie, sidomos, po njëkohësisht edhe i fakti që ne normalizojmë 2-3 elementë të cilët në thelb do të ishin pastaj problematik për konsensusin në marrëdhënie dhe sidomos për pozicionimin e njërës palë dhe palës tjetër pastaj në një marrëdhënie, sidomos dhe zhveshjes nga ajo që e përcakton, përkufizon, karakterizon një marrëdhënie që ka të bëjë me intimitetin, komunikimin, po mbi të gjitha edhe dakordsinë. Do të thosha në marrëdhënie, ndërkohë që po të shikojmë pastaj tek pasojat që mund të ketë, sepse u përmend pak më përpara termi varësisë. Unë do thosha që a do mund ta vendosim neve pornografin në kuadrin e një problematike të varësisë? Sigurisht ekzistojnë në këto manuale diagnostikuese që vlerësojnë problematikat shëndetit mendor, ndër të tilla edhe një çrregullim i marrëdhënies seksuale, le të themi në një mënyrë konstante dhe më të egzageruar, e cila më pas do të shkonte sigurisht kundrejt pjesës së varësive, pra do të kategorizohet tek varësitë. Pra ata quajmë pjesën e pornografisë një le të themi kureshtje normale apo do ta quajmë një pjesë të varësisë, pra problematik të varësisë. Ky është një kontinuum. Ne nuk mund të themi dot që kjo është një gjë që është vetëm kështu dhe vetëm ashtu, patjetër, siç përmenda pak më lart për shkakun që ato adoleshentë është shumë e vështirë të përcaktojmë limitin.
Po, për të thënë që ne po flasim për një kurreshtje dhe një adoleshent që është shumë mirë me kontrollin e impulsit të tij, po njëkohësisht dhe është i ndërgjegjshëm për sa i përket rregullimit emocional, të mos ta përdori pornografin për të qetësuar vetmin, për të qetësuar mërzim, për të qetësuar trishtimin. Dhe një adoleshent i cili sigurisht ka vështirësi në këtë kontroll impulsi mund të shkojë në një të ardhme të afërt dhe pastaj ta kërkojë pornografin për të qetësuar këtë lloj le të themi ndjesish. Dhe ky target grupi i dytë është më i rrezikuar, pastaj për të vijuar dhe për të pasur pornografin, një lloj versie më tepër se sa le të themi, okay, doli imazhi, unë e pash dhe pastaj e skipa. Pra kalova tek imazhi tjetër apo nuk më përbën atë lloj efekti. Sigurisht më dha një memorie, por që deri këtu dhe kjo përfundon. Prandaj do thosha që në këto dy kategori, po dhe njëkohësisht tek ata cilët qëndrojnë midis këtyre dy kategorive, mbetet që të jetë një fenomen ndaj të cilit neve na duhet flasim, të flasim kategorisë sigurisht adoleshentëve, të prindërve, të edukuesve, po njëkohësisht patjetër edhe medias apo le të themi komunitetit për të kuptuar se ku qëndron secili prej nesh dhe pastaj patjetër edhe se çfarë neve do transmetojmë në këtë kuadër. Po cilat mund të jenë masat që ti do të rekomandoje në mënyrë konkrete, një prind në moment që themi është i shqetësuar ose institucionet të arsimit, çfarë të bëjnë? Tash unë do të thosha fillimisht që një adoleshent i cili ka interes apo shkon dhe kërkon pjesë në pornografisë, prindi është i parja i cili duhet vërej disa gjëra tek adoleshentët. Gjëja e parë është për shembull përdorimi i tepërt i internet, i celularit, i mjeteve të teknologjisë, sigurisht fshehja e këtij përdorimi sasisë, përdorimi sidomos i këtyre mjeteve pothuajse gjatë gjithë natës, në orët e vona, pra fshehja e këtyre linkeve apo historikut të fshirja, po themi historisë, po. Fshirja historive të këtyre linkeve apo se çfarë ti ke parë. Dhe njëkohësisht ka të bëjë edhe me pjesën e një lloj nervozizme, ndoshta edhe shaka të ndryshme, të cilat mund të jenë me një konotacion jo të përshtatshëm për moshën e adoleshentit në komunikimet mes familjarëve, po njëkohësisht edhe me shoqërinë. Këto gjëra janë, do të thosha, red flags apo flamujt kuq, pika alarme, që një prind i duhet t'i vërë, një prindi i duhet t'i vërë, patjetër pastaj mund të kemi edhe gjendje ankthi, gjendje nervozizmi, një lloj kërkese, një lloj proteste kur më merret telefoni, sepse telefoni është bërë si një lloj organi trupor gati, sa që duket sikur na merret dora. Vështirë t'ia shqisësh nga dora, po. Po, vështirë. Po në rastin kur le ta çojmë një hap më tej, prindi e gjen pornografinë në telefonin e fëmijës vet, qoftë një vajzë apo një djalë, po themi 13-14 vjeç. Si vepron një prind? Unë do të thosha që kjo sigurisht varet nga, siç po thosha, nga këto kategoritë që si përmendëm. Zakonisht nëse një adoleshent do të kishte një atitudë ose një lloj qëndrimi kundrejt pornografisë për kuriozitet, atëherë neve nuk na duhet që të ta shikonim këtë si një problematik fatale, por do të thosha që patjetër është shumë e nevojshme që të komunikojmë. Nëse neve spionojmë, nëse prindi pra futet tek spionimi, tek kërkimi pa konsensusin e adoleshentit për të bërë monitorimin e tij, me shumë gjasa pastaj ai do të jetë shumë refuzues, shumë rebelus dhe patjetër që do të vazhdojë sjelljen, do të gjejë një mënyrë tjetër për ta bërë këtë gjë. Unë do të thosha gjithmonë që nëse prindrit pastaj do të mbajnë një komunikim, nuk do të turpëruar ky fëmijë, se mund të ta turprosh, ndoshta pa dashje. Që ti thuash këto fliqësira që shikon ti, e ku diun se çfarë po mund përfitojë një. Nuk duhet sulmuar, po. Sepse pjesa e sulmimit e bën atë patjetër që ai të vazhdojë të mbyllet në moshën në veten e tij dhe kjo nuk e ndihmon. Pastaj ne nuk e dim fare si prindër se në çfarë le të themi mase ka shkuar marrëdhënia e adoleshentit me pornografinë, gjë e parë dhe gjë e dytë mbi efektin, dhe gjëja e tretë se pse adoleshenti e kërkon një gjë të tillë. Pra, nëse e kërkon për një edukatë seksuale, për një edukim seksual, atëherë i bie që ky prind nuk e ka bërë detyrën e tij si prind për sa i përket edukimit seksual. Ndërkohë që nëse neve do të gjenim ne dimë që shumë prindër nuk e bëjnë detyrën e tyre ndaj se quhet tabu kjo që të flasim për seksin, madje ti shikon që ka një reagim shpesh herë edhe kur flitet për edukimin seksual në shkolla, që këtu është
fjala për t'i mësuar fëmijët se si të ruhen nga smundjet, se si të mos bien në shtatzani të padëshiruara nga gjëra. Ka shumë prindër që thonë, po pse ja mësoni juve këto fëmijës tim, do t'i mësoj fëmia im kur edhe ndërkohë nuk janë realist me faktin që fëmia ndërkohë mund t'i ketë mësuar në celular nga ca monstra që e banalizojnë seksin, ku seksi ndodh u pam një herë në sy neve dhe direkt shkojmë në një banjë publike dhe e bëjmë, domethënë banalitete që serviren si normalitete për dikë që s'ka bërë ndonjëherë në jetën reale dashuri. Po le që dashuria pastaj është asyn fare në këtë punë. Edhe pastaj shtatzani 16 vjeç. Edhe gjërat e padëshiruara, smundje e ç'të them. Po. Kjo është e vërtet në fakt. Unë do të thoja që edukimi fillon nga familja, që do të thotë neve nëse do të kishim një komunikim të hapur prindrit me adoleshentët për sa i përket situatave të seksualitetit, edukimi seksual, studimet kanë treguar që aq më pak adoleshentët mund të kenë rënë pre e këtyre problematikave dhe varësisë pastaj. Pra, në momentin kur komunikimi midis prindërve dhe adoleshentëve është një, le të themi, mesatare, nuk po themi në pjesën e optimumit, atëherë sigurisht kemi më pak gjasa që të bien pre varësive. Siç po thosha, një monitorim, por monitorim pa spionim, do të ishte po ashtu një lloj elementi shumë ndihmues për prindërit, sidomos kërkimi pastaj edhe i këshillimit tek psikologu ose tek terapisti. Unë do t'ia kisha sugjeruar prindërve, sepse patjetër që prindrit duke qenë ndoshta të pa ditur, ndoshta të pa informuar, ndoshta patjetër edhe me nevojën për të marrë këshilla. Ndoshta kanë mjetet e dura për ta bërë atë bisedë. Absolutisht. Unë do ta kisha sugjeruar shumë. Ndërkohë që nëpër shkolla, unë besoj se nëpër gjimnaze sigurisht janë çështje që mund të fliten mbi smundjet seksualisht transmetueshme apo problematika të tjera që sjell edhe seksualiteti i pa, por kjo është shumë e përgjithshme. Nuk flasim për pornografin, kam përshtypjen. Dhe neve na duhet që të flasim edhe për të dhe për efektet që kjo e fundit mund të ketë, që informacioni rrit ndërgjegjësimin dhe rrit kontrollin se çfarë bën një adoleshent me këtë gjën. Dhe mbi të gjitha, unë do të thosha sigurisht që prindrit duhet kërkojnë ndihmë të parët, adoleshentët më pas, apo edhe një le të themi ndërhyrje familjare. Qartë. Edhe mirë kuptim për kurreshtjen e natyrshme të asaj moshe, hormonet e tyre që ata po bëhen gati për këtë periudhë të jetës, ku do të jenë seksualisht aktiv, kështu që janë natyrshëm kurreshtar, siç kemi qenë të gjithë. Absolutisht. Shumë faleminderit për kohën sot. Faleminderit shumë. Për këshillat. Faleminderit juve. Artemisi Sheo, psikologe klinike dhe pedagoge me në studio për këtë temë, kthehemi mbas pak me më shumë, jeni me Wake Up. Mirëmëngjes, që gjithëve mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. A kemi një fitues? Pa diskutim që kemi. Pyetjes pamundur për shembull. Pyetja pamundur sot ishte: çuditërisht ky rritet çdo vit nga pak, dhe përgjigja është Mali Everest, dhe ka dhënë përgjigjen e saktë, numri që mbaron me 322. Kështu që fiton 50 euro nga Sweet Spot Travel. Bravo i qoftë. Edhe bravo i qoftë se malet në përgjithësi rriten nga pak, ë? Unë se dia këtë gjë që malet rritesh nga pak, mendoj që po ta mendosh, është origjina e tyre. Ato ekzistojnë sepse kanë filluar të rriten diku dhe vazhdojnë të rriten. Kështu që s'ka mbaruar akoma procesi i krijimit, po themi. Po, dhe lexole tektonike, si është shqip? Pllaka tektonike. Bravo. Po. Përkthyes simultan. Po, sigurisht. Të cilat duke u fërkuar me njëra tjetrën, duke përplasur me njëra tjetrën, vazhdojnë procesin e tyre. Kështu që super. Shumë mirë. Ndërkohë, duhet që të japim edhe një fitues tjetër, është fituesi i quizit muzikor për sot, që kanë thënë se është grupi U2 që këndojnë këngën Elevation. E kjo është përgjigja e saktë. 654 është numri që mbaron me 654, ai që ka thënë i apo e para se janë U2 dhe është Elevation kënga. Mund të ishte edhe Kaparetsa. Mund të ishte. Mund të ishte edhe Kaparetsa. Okej. Se bëj shaka, di që janë shumë ndryshe. Kaq kishim për sot, ne duhet ta kemi akoma kohë, jo, s'kemi më kohë. Na thon, kemi 1 minutë kohë. Çfarë do të thuash? Thuaje, nxirre. Në 1 minutë kohë dua të them që u kënaqa sot, që është një tjetër ditë me diell, që bota është lëmsh, po shikosh lajmet gjithçka, por unë mendoj, e shpresoj, mbethem optimist që do ta gjejmë rrugën. Jemi shumë të humbur si njerëzim. Më vjen keq për këtë, që janë disa koka të çmendura nga secila anë atje, që janë duke bërë këtë botën çorap, domethënë. E ca interesa, e ca kjo kabala, kjo që unë do ta quaj klasa Epstein. Klasa Epstein.
Ata që mund Shiko, këto gjërat nuk duhen parë me sy të keq. Jo, e shikoj me sy të mirë. Nuk duhen parë me sy të keq. Ndonjëherë duhet me qenë të pjekur në atë pikë që të kuptosh që një reset duhet ndoshta. Duhet një reset, thotë. Pa diskutim. Nuk është një gjë e keqe. Reset button, kështu. Po, ndoshta një pjekuri tjetër që. Ose ti Heidi, po me i pa me sy të mirë, për shembull predhat kur bien. Jo, nuk i shikon me sy të mirë, nuk i shikon me sy të mirë, por ka arritur në një lëndë. 30.000 fëmijë të zhdukur në Ukrainë, të rrëmbyer në Ukrainë nga rusët. Ti e kupton që nuk mund vazhdonte më kjo situatë. Ti e kupton, Gaza nuk mund vazhdoj më. Domethënë duhet keti diçka që të paktën përfshihemi të gjithë. Edhe ka çfarë të bësh? Nuk e di. S'ke çfarë bën. Duhet me qenë thjesht optimist në shpirt, shohim nesër, ditë dielli kështu, por unë për shembull preferoj mos t'i shoh. Arrin ai moment mos t'i shoh. Por me thënë të drejtën që kanë po vuaj në vend edhe të gjithë pjesa, si quhet, occidente, lindori apo lindore e ignoron. E ka ignoruar gjithmonë. Perëndimi e ignoron. Po, perëndimi e ignoron. Gjithmonë ka ignoruar këtë situatë, ndoshta të shohim mirë kur edhe ne na prek. Ti mendon që do preket perëndimi? Absolutisht. Ekonomikisht gjëja janë ndodhur kështu. Jo, ekonomia, Azinë, Afrikë, në lindjen e mesme. Jo, unë nuk mendoj që do përshkallëzoj në nivele vdekje. Se besoj t'jena që të çmendur. Nuk e mendoj se aty do të habitesh se sa të çmendur janë. Nuk i intereson njeriu, domethënë, por ekonomikisht s'kemi shpjegim për këtë. Le ta ndjejmë, varja. Atëherë, le të ndjejmë Elevation nga YouTube. Ndërkohë të jemi dhe optimist. Ndërkohë që ndjejmë, kaq. Është një ushtrim në optimizëm, kam përshtypjen. Edhe një mision më gjesi. Po, optimizëm edhe një gjë që, po. Për t'i kaluar gjërat, you have to go through it. Si është ajo? Është gjithmonë Big Brotheri. Kemi Big Brotheri, po. Është gjithmonë Big Brotheri. 2 kanale madje, ata s'din që fare se ç'a ndodh jashtë. Ja, nuk e kanë idenë. Aty mundesh të harrohesh edhe vetë.